Nga sot, pagesa e taksave të mjeteve online, kryeministri Rama me një tjetër shërbim të ri. Nga sot, qytetarët shqiptar mund të paguajnë taksat e mjeteve të tyre përmes platformës e-Albania pa pasur nevojë të paraqitin fizikisht në sportele. Rama shpreh se pagesa do të bëhet në e-Albania, ndërsa ka publikuar edhe një video ilustruese. Mirëmëngjes, dhe me një tjetër shërbim të ri që nis nga sot, pagesa e taksave të mjeteve online në e-Albania. Ju uroj një ditë të mbar, shkroi kreu i qeverisë.